Po na del punë me Gjestin dhe po vazhdon padrejtësia ndaj tina edhe mas si që është kry Big Brotheri. Në të dy Big Brotherat, Gjesti u dënu për vezët, domethënë në Shqipëri e deni e patën tentojshin me denigru të e vesh si gjell, nëse ju kujtohet. Në fakt si pull, u më ishin për me nëzirë sa ma keq mi rujt do vezë sana. Ama edhe në Kosovë, nëse kujtohet, kur ja thënë vezën kokë drenushës edhe vullnetit, është pa dënu nëse s'gaboj, nuk u kon veç tërheqje e vretjes, po u kon edhe dërgim në nominimin e arshëm. Tashti ju do të thoni e padrejtësia ku është. Po lojen që e boni Big Brother i Kosovës me vezë, mi hathy njëri tjetër në kry. A duhet tash Big Brotherin me dënu? A ta marim vllahun e madh ta veshim si gjell? A ta marim vllahun e madh ta shojna në nominim? Ku është zgjedhja tash me lojen që u bë dje me banorët? Qysh ja bojna kësaj pune?